Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Наш и ваш гостин вечерва е лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Вие во ова студио во една друга емисија прв пат јавно упативте порака до БЕС и до алтернатива дека сте заинтересирани за коалиција. Едни се пооптимистични, други попесимистични околу тоа дали ќе се договорите. Едни сакаат со едни, други не сакаат со други. До каде е тој процес? Besoj brenda një jave ne do ta përmbyllim për korrektes edhe ndaj opinionit dhe do dihet sakt me kë do të bëj koalicion Aleanca për Shqiptarët. Вашиот генерален секретар вели дека СДСМ со Заев е полош од претходното ВМРО ДПМН. Дали се согласувате со таа теза? Ai ka bindjen e vet në lidhje dhe është mendimi i tij, po nuk pajtohem me këtë konstatim. Zoran Zaevi, me presion BDI-s apo nga dëshira e tij, dhe LSDM-ja, ja merr radhazi çdo vit kompetencat në arsim Arben Taravari. Dhe kur e krahason këtë gjë, ai ndoshta ka një fije të drejtë. Останете со нас, интервјуто со Села почнува за кратко. Гледате 360 степени. Време е да се разбие монизмот од 18-годишното владење на ДУИ, во преден план да се стават интересите на граѓаните, средувањето на правната држава и справувањето со криминалот. Ова се зборови на лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села, кажани во еден од неговите последни јавни настапи, во кој меѓу другото вели дека не верува во реформа на судството со ДУИ внатре и дека ако не одговараат тие што ги давале наредбите, што ја злоупотребиле власта, што монтирале случаи, ќе остане неправдата која гласачите ги прави апатични, што во најлош случај може да доведе до губење на желбата да излезат на гласање. Зијадин Села е наш гостин вечерва. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Се плашите од апатија на гласачите? Ato të cilët duhet të friksohen nga apatia e qytetarëve natyrisht që duhet të jetë gjithë shoqëria. Duhet të jenë gjithë faktorit politik, duhet të jetë shteti. Sepse në qoftë se ndodh një apati e tillë, natyrisht që dhe ndodh mosgjedhja e përfaqësuesve nga ana e qytetarëve, natyrisht që atëherë hyhet në anarki. Apo, dhe nuk ke institucione demokratike. Се согласувате ли дека кај албанците има веќе еден таков тренд, ако ги гледаме изборните циклуси наназад? Unë e kam spjeguar në disa raste këtë lloj apatie që është tek votuesit shqiptar dhe prandaj ne kemi qenë serioz në kërkesat tona, sado që dikujt tjetër është dukur që ne kurzojmë. Votuesi shqiptar me të drejtë të shndruar në votues i cili nuk beson, sepse që nga sistemi shumë partijak në vitet 90-ta, subjektet politike shqiptare kanë shkuar dhe kanë premtuar dhe nga ana tjetër nuk kanë realizuar asgjë. Dhe mos qeni serioz ndaj premtimeve që ua kanë dhënë qytetarëve shqiptar, ka bërë që shqiptarët ta humbin besimin te politika. Po humbja e besimit tek politika dhe tek politikanët, natyrisht që çon në formën më të keqe të mundshme sepse problemet nuk zgjidhen, janë aty dhe pastaj një ditë nëse nuk thuhen gjërat nëpërmjet atij që zgjedh dhe që është përfaqësuesi yt politik, do thuhen në forma tjera dhe në rrugë. Dhe në qoftë se këto gjëra thuhen në rrugë, thuhen në formën më të keqe të mundshme dhe nuk është për të mirën e kërkujt. Дали апатијата е порака и до вас, и до опозицијата, дека во вас не гледаат соодветна алтернатива на ДУИ? Jo, nuk do të thotë. Зошто? Ако во вас гледаат соодветна алтернатива, би гласале. Sepse ne sapo kemi dalë në skenën politike. Do të thënë, vetëm në një cikël zgjedhor kemi konkuruar në skenën politike dhe ne nuk mund të marrim fajet e politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili 18 vite qeverisë, i cili erdhi në skenën politike me premtime të mëdha, rezultati një konflikti ku premtohej liria dhe sot me premtime të mëdha që do të realizojë barabartësinë dhe të drejtat, dhe sot përballemi me një situatë kur keq përdoret e drejta
dhe do një nacionalitet tjetër ja zem vendin veç deklarativisht do një nacionaliteti tjetër veç për të realizuar punësimin. Apatia natyrisht që do tjetë e madhe dhe orientuar tek subjekte politike të veçanta, se unë vlerësoj që duhet sakt të fajsohet fajtori dhe të lokalizohet, dhe nuk duhet përgjithsuar në përgjithsi të gjithë subjektet politike, sepse kjo bën që të mos, duke mos lokalizuar fajin, kjo bën që ditën e zgjedhjeve mos dim këtë dënojmë dhe këtë shpërblejmë. Prandaj, kjo apati dhe këto akuza duhet më orientuar tek Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili 18 vite ka fituar mandatin, besimin, legitimitetin nga ana e shqiptarëve. Цитирав едни ваши зборови, предпоставам дека коректно ги цитирав, дека е време да се разбие монизмот на Дуи по толку години на власт, 18 ли се, 16 ли се, не е ни толку важно, многу се сигурно, повеќе од 15 во секој случај. Но во неколку последни истражувања на јавното мислење, барем оние што се јавно објавени, вие како алијанса се уште заостанувате за Дуи. За да се разбие монизмот, потребна е поддршка и од гласачите. Има ли начин да ја достигнете Дуи на изборите? Të gjithë bëjnë sondazhe, edhe BDI-a vetë bën sondazhe, ashtu siç edhe Aleanca për shqiptarët bën sondazhet e veta. Ne i dim edhe informatat nga çdo subjekt politik, pak a shumë se deri ku janë, nuk janë ato të cilët shfaqen në opinion. Fatkeqësisht, ne dëgjojmë edhe anketa ose sondazhe edhe nga shtëpia anketuese, të cilët në zgjedhjet e 2016-s kanë bërë gabime skandaloze, do të thënë me 5 ose 6 deputet, disa parti që i nxirrshin të dyta në bllokun politik shqiptar, dilte që ishin të fundit. Apo, me fjalë tjera do të them që është qetësuese kjo çështja e anketave këtu në Maqedoni dhe duhet rregulluar me ligj. Unë mendoj që anketat duhet ndaluar, sepse në vend që të masin opinion publik, krijojnë opinion publik, nga ana e subjekteve politike të cilët kanë edhe mjete financiare për t'i bërë për vete, për të kriju opinion politik. Dhe nëse kësaj shton atë rregullin universal që një shtet është demokratik atë sa e ka të zhvilluar shtresën e mesme ekonomike të saj, dhe nëse kemi parasysh që Maqedonia 27% e popullatës jetojnë në varfëri të thellë dhe 35% e popullatës jetojnë në prag të varfërisë dhe bashkarisht të bëjnë 62%, çfarë demokracie kemi ne? Këto njerëz fatkeqësisht nuk mund mendojnë me kokë, po mendojnë me stomak. Dhe shtoj kësaj, elementit të anketave të cilët mundohen të manipulojnë me fatkeqësinë e 62% të popullatës, unë mendoj që kjo duhet ndaluar. Le të bëjnë partitë politike sondazhe për nevojat e tyre të brendshme, por duhet ndaluar të paktën në fat kohor, 6 muaj ose diçka e tillë, që të mos publikohen këto ankete. Јас сакам уште малку да се задржиме околу ова. Сепак анкетите ви упатуваате на друга порака. Тоа е дека можеби како обединета опозиција имате шанси дури и да ја победите Дуи. Вие во ова студио, во една друга емисија, прв пат јавно упативте порака до БЕСА и до алтернатива дека сте заинтересирани за коалиција. Од тогаш многу се зборува од сите три партии за тоа дека имате средби, разговарате, едни се по-оптимистични, други по-песимистични околу тоа дали ќе се договорите, едни сакаат со едни, други не сакаат со други. До каде е тој процес? Me që flasim për anketat tona thonë që ne e fitojmë edhe vetë BDI, si Aleancë për Shqiptarët. Nga ana tjetër, ato anketues që thonë po për Aleancën për Shqiptarët e thonë sepse e ndjejnë me zemër dhe me përkrahje të sinqertë. Dërsa BDI-ja s'mund të jetë e sigurt ke anketuesit sepse ka edhe nga ato që e thonë pon për BDI-n nga frika. Dhe BDI-ja është shumë e vetëdijshme për këtë. Diferenca ndërmjet Aleancës për Shqiptarët dhe Bashkimit Demokratik për Integrim në momentin që flasim ne nuk është më tepër se 0.5-0.6%. Dhe e përkthyer ndryshe kjo, një parti që është në pushtet dhe që diferenca nuk kalon 1%-shin sigurt e ka humbin. Dhe këtë e din Bashkimi Demokratik për Integrim.
Këtë e din gjithë eksponentët e saj, dhe do e din akoma më tepër që në 12 prill do vijë edhe një numër i madh i diasporës, e cila do të votoj këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe për pasojë ato e din që e kanë të humbur. Ideja e koalicionimit të Aleancës për Shqiptarët në një koalicion trepalësh është që edhe diferenca ndaj BDI-s bëhet e madhe. Në mënyrë që rezultati i zgjedhjeve nesër të ketë një qeveri stabile në numra, dhe mos në ndodhe si në 2016, kur pa numrat e BDI-s nuk bëhej koalicion, s'kishte asnjë mundësi që pa numrat 10 deputetet e BDI-s që të bëhet në koalicion ndryshe nga koalicioni BDI-VMRO-DPMNE. Dhe ky është shkaku që ne atëherë hymë në mënyrë që të rrëzojmë një gjysmë të keqe, por harruam që një keqe goxha e madhe përsëri ngeli brenda qeverisë. Thotë, në këtë drejtim, ky është qëllimi sepse ne jemi për një koalicion trepalësh, nga ana tjetër duam të japim kontributin ton që shqiptarët të dalin më të bashkuar në zgjedhje, nuk mjafton vetëm thuhet që nuk na duan më tepër se 2 parti politike shqiptare, siç e thot zoti Ahmeti, eksponent tjerë politik, por duhet tregosh që çfarë bën në mënyrë që të mos ketë më tepër se 2 lista ose 3 maksimumi ditën e zgjedhjeve. Ne kemi dhënë kontributin tonë si Aleancë për Shqiptarët edhe në zgjedhjet e 2016 dhe kemi pas një koalicion trepalësh, të njëjtën po e bëjmë edhe tani, në drejtim të kësaj është edhe oferta jo një ndër shkaqet që kërkojmë që të ketë të ndryshojë modeli zgjedhor proporcional me lista të hapura, sepse kjo krijon kushte që tani të dalin, lehtësojnë koalicionimet dhe tani të kemi vetëm 2 lista të partive politike shqiptare, po pse jo, në një të ardhme krijon kushte që shqiptarët të dalin edhe me një listë dhe përsëri të ruajnë identitetin e tyre, përsëri të ruajnë opozitarizmin brenda radhëve të tyre dhe përsërish qytetarët shqiptarë të kenë mundësi të zgjedhin ndërmjet subjekteve politike shqiptare. Но не изгледа дека ви оди лесно во тие контакти со БЕС и со алтернатива. Алтернатива е некако исклучива за тоа дека не ја посакуваат БЕС-а во евентуална коалиција заедно со Алијанса и алтернатива. Од БЕС-а еве во оваа студио подпредседателот Кастриот Реджепи рече прво да склучиме ние коалиција со Алијанса, па потоа ќе проценуваме дали ни треба алтернатива. Прашање е дали навистина ќе успеете да се соберете сите на едно купче и како што велите вие да има само 2 листи на изборите. Ne bëjmë përpjekjet tona dhe qëllimet tona duhet ta dinë gjithë qytetarët që janë të sinqerta dhe të pastra. Ne jemi shumë vetëdijshëm që për bërë një koalicion qoftë edhe 2 palësh, edhe 3 palësh është akoma më i vështirë. Po për të bërë një koalicion dhe për të hyrë bashkë në diçka duhet pëlqimi të minimumi i 2-jave ose i të 3-jave. Apo sa në përket ne jemi për një koalicion trepalësh, me si do të përcaktoheshin listat, me sondazh, të cilën do të merremi vesh në bashkërisht, të angazhojmë një shtëpi anketuese që të bëjë sondazh, dhe gjithë secili të mbaj atë pozicion të cilën ja përcakton sondazhi që bashkërisht do merremi vesh neve që ta marrim, që ta angazhojmë në lidhje me këtë çështje. Можно natyrisht да се договорите која ќе биде таа агенција. Pse jo, mjafton që të arrijmë dakordsinë, sepse formë tjetër unë nuk shoh që ka. Unë kam dhënë edhe një propozim tjetër që ka qenë të rri besnik fjalës që kam dhënë në raundin e 2 të zgjedhjeve lokale. Duket nga kjo studio e kam thënë. Dhe në zgjedhjet lokale në raundin e 2, përveç se jemi marrëvesh për zgjedhjet lokale raundin e 2 që të përkrahim njëri tjetrin në kandidaturat që ishim gjithandej, ne kemi zgjat dorën dhe jemi zotruar që në zgjedhjet parlamentare, kurdo që të vinë ato, ne do të hyjmë bashkërisht në zgjedhje me një ndarje gjysmë-gjysmë. Aleanca me Lëvizjen BES. Lëvizja BES-a së kohë ishte bashkë dhe si ishte e ndarë. Unë nuk besoj që ato do të munden bashkërisht që ta ndajnë atë gjysmën për ty në koalicion. Por unë në parim jam dakord që sido që të merren vesh ato të dyja, të respektojmë atë fjalë të dhënë dhe dorë të zgjatur. Nëse kjo s'vlen, duhet vlen sondazhet. Ne jemi të gatshëm nga ana tjetër, sepse vlerësojmë dhe kështu e tregojnë gjitha sondazhet që diferenca jon ndaj të 2 partive është në goxha e madhe. Ne i konkurrojmë Bashkimin Demokratik për Integrim dhe jo subjekteve tjera politike,
ne jemi të gatshëm në mënyrë që të funksionojë ky koalicion, në qoftë se sondazhet nxjerrin 2, jemi të gatshëm të japim 3, në qoftë se nxjerrin 3, të japim 4. Vetëm e vetëm që të japim kontributin tonë që ky koalicion të funksionojë. Por unë them edhe tjetrën, pafundësisht është e sigurt që këto ofertë tonë nuk do të çojnë. Besoj brenda një jave ne do ta përmbyllim për korrektesë edhe ndaj opinionit dhe do dihet saktë me kë do të bëj koalicion Aleanca për shqiptarët. Por sido që të jetë, koalicioni më kuptim plot që një subjekt politik mund bëj është koalicioni me opozitarin e vërtet. Dhe opozitari i vërtet është qytetari, votuesi, i cili është objekt i vendimeve që i sjell qeveria, viktim kur vendimet janë të këqija dhe natyrisht i nderuar kur vendimet janë mirë. Prandaj opozitari është ky. Dhe ne punojmë në drejtim të arritjes së një koalicioni gjithëpërfshirës përveç partive politike, jashtë edhe sektori civil, i cili me njëherë jemi duke punuar, por me njëherë mbasi të arrim një kombinatorik me këto parti të cilët u apostrofuan, ne me njëherë pas kësaj do të ulemi dhe do të bisedojmë edhe me sektorin civil në mënyrë që lista të jetë më gjithëpërfshirëse. Велите за една недела сакате да ја затворите ова приказна, сигурни сте дека ќе успеете во таа една недела да ги расчистите овие очигледни разлики меѓу потенцијалните партнери? Ne besojmë që po. Në ndërkohë që unë kam dhënë deklaratën që ne jemi të gatshëm për ty në koalicion trepalësh me Lëvizjen Besa dhe me Alternativën, unë kam realizuar 2 takime me kryetarin e Lëvizjes Besa, zotin Bilal Kasami, dhe 2 takime kam realizuar me kryetarin e Alternativës, zotin Afrim Gashi. Janë takuar edhe grupe të cilët bisedojnë në lidhje me koalicionin, dhe ne besoj që do të arrim. Është shumë e rëndësishme të kuptohet edhe në këtë aspekt. Unë e thash pak më herët. Sondazhet na tregojnë që ne e fitojmë edhe të vetëm Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë sapo kam përfunduar mbrëm takimet që kam bërë në çdo fshat, duke nisur nga Likova, duke vazhduar në Kumanov, çdo fshat të komunës Likovës, në Asambek, në Haraçin, çdo fshat të komunës të Haraçinës, në Butele, Lubotene, çdo lagje të Çajirit, çdo fshat të komunës së Sarajit, çdo fshat të komunës së Sopishtës, çdo fshat të komunës së Studeniçanit, dhe natyrisht gjithë këta e bëjmë për të mobilizuar njerëz. Shkaku sepse ne duam koalicionin një shkak e thash, dhe shkaku tjetër është për të respektuar edhe thirrjen e qytetarëve shqiptar, të cilët e duan një bashkëpunim ndërmjet këtyre subjekteve politike. Dhe ne jemi të gatshëm që t'i respektojmë edhe këndvështrimin e tyre, dhe prandaj e kërkojmë në çdo kusht. Por një gjë ne kuptojmë presionin të cilin ato e bëjnë, e kuptojmë shumë drejt. Por një gjë duhet bëj apel që gjithë secili të orientojë presionin, se kjo punë nuk varet vetëm nga ne. Por presioni të orientohet edhe te këto subjekte tjera me të cilët neve bëjmë план që коалициони. Тоа би значило дека некаде по нова година би требало работите да бидат расчистени. Дали одите само со едната, дали со двете, можно е на крај да испадне дека и сами ќе одите на избори? Ne kemi hyrë kësaj pune për cilë ndryshimin, dhe ndryshimin aleat kryesore kemi votuesin e thjesht dhe qytetarin e zakonshëm. Dhe nëse s'ndodh kur farlloj koalicionimi që unë shpresoj që do të ndodh, jeni sigurt që nuk do të nxjerrin flamurin e bardhë. Se što se sluša... Por me koalicion trepalësh flamurin e bardhë me njerë sa të nise viti i ri do të nxjerrë BDI. Jeni sigurt. Добро, во предизборија сме разбирали оваа реторика, но мислам дека и не треба да бидете толку самоуверени или толку да го подценувате дуи, бидејќи наназад 16-18 години покажува дека позицијата во владата и носи голема предност, барем на избори. Të gjithë besuan që Aleanca për shqiptarët në momentin që lëshoi qeverinë do të quhet si subjekt politik, por ndodhi e kundërt. U kthyem shumë më të fuqishëm. Kështu që BDI-ja është ndruar në një parti politike që nuk i vlen mas ofertë.
nuk i vlen më asgjë, sepse shqiptarët e panë kush janë, sepse janë përgjegjës Много луѓе се вработени, процес. господине Села, во нивните мандати, тоа не се само гласови на тие луѓе, тоа се гласови на тие семејства. Këto doja dhe të vazhdoj, nuk kanë përkrahen edhe atyre njerëzve që mendojnë që i kanë punësuar, sepse pse duhet rrinë në pozicionin që këto punëso ka njerëz, këto bën ka njerëz, ato njerëz dhe çdo qytetar paguan tatime. Dhe nuk po i ndajmë tatimet në veç antarët e BDI-s paguajnë dhe antarët e Aleancës mos paguajnë. Në vendi punës rezultati takon gjithë secilit. Tani e vërtet është kjo që shpresat e tyre janë që kanë punësuar njerëz dhe nuk janë shumë, sepse akoma përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve është larg realizimit. Dhe ne për këtë propozojmë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që mos ndodh ky manipulim i cili ndodh nga qyteti i Shkupit dhe nga funksionerë të ndryshëm. Dhe prandaj them ato fatkeqësisht, me theme fatkeqësi, Bashkimi Demokratik për Integrim i thirr veten si subjekt politik shqiptar, por nga ana tjetër i gëzohet fatkeqësisë së shqiptarëve. Ai gëzohet dhe llogaritë e tyre i bëjnë me shumëzim, ku e di unë 15-20.000 të punësuar, herë 3-4 familjar dhe BDI-ja do të marrë 70-80.000 votë. Dhe një subjekt politik që i gëzohet fatkeqësisë së shqiptarit, që po largohet, dhe këta e kanë argumentin kryesor, po janë largu shqiptarët. I gëzohet fatkeqësisë shqiptarit vetëm e vetëm për të arritur fitoren, ai subjekt politik vetëm dënimin do të marrë ditën e zgjedhjeve. Dhe prandaj, edhe kjo administrat e din fare mirë se kush është BDI-ja, sepse janë të njëjtët që më tepër se gjithkush e ndjejnë diskriminimin, sepse janë punësuar atje 5, 6 ose 10 vite dhe as pak nuk janë avancuar në hierarkinë administratës dhe kanë ngel bashkëpunëtorët e ri. Për ne do kem garancën se do të avancohen dhe nuk do të hakmerremi, sepse qëllimi kryesor i ndryshimit është të kthejmë shpresën dhe të ndalim migrimin. Dhe çdo qytetar i cili largohet prej pune nuk i shërben këtij qëllimi. Por përkundrazi e thellon zhgënjimin dhe njerëzit vazhdojnë të largohen. Да, нема да ви биде лесно во секој случај, но добро, ќе видиме за неколку месеци се изборите. Прandaj do jetë e bukur, sepse s'është e lehtë. Ќе соработуваме со партијата што ќе ги прифати нашите барања. Тоа е реченица што честопати ја повторувате кога ќе ве прашаат добро, а што по избори, со кого ќе соработувате, ако е сличен резултатот како 2016, ако од вас зависи како ќе се формира владата и така натаму. Со оглед на ставовите на ВМРО ДПМН за Преспанскиот договор, за договорот со Бугарија, за законот за јазици, може таа партија да биде ваш кредибилен партнер во идна влада? Unë jam deklaruar në lidhje me këtë çështje. Dhe ju gabimu shprehet kërkesat. Nuk mendoj që legjitimimi i platformës politike nga elektorati shqiptar duhet të shndrohet në kërkesë dhe në lutje, por duhet të shndrohet në realizim dhe kurzim për të krijuar qeveri. Dhe në funksion të kësaj është edhe deklarata im që do të koalicionoj me atë subjekt politik i cili pranon realizimin dhe programi i cili votohet nga qytetarët bëhet pjesë e koalicionit qeverisës dhe pjesë e programit qeverisës për periudhën 2020-2024. Така е, тоа истото важи и за потенцијалниот партнер, нели? Веројатно и он ќе бара, и тој ќе бара, така? Do të vijat, patjetër, do të jap përgjigjen. Por du të them edhe këtë, në momentin që legjitimohet me vot programi politik i Aleancës për Shqiptarët ditën e zgjedhjeve më 12 prill, unë nuk jam më zgjedhjen Sela. Unë jam programi që kanë votuar shqiptarët dhe qytetarët tjerë që do të na votojnë ne ditën e zgjedhjeve më 12 prill. Dhe theksi kryesor do të jetë programi. Unë nuk kam asnjë të drejtë për shkaqe personale të mbaj peng të drejtat, zhvillimin ekonomik, shtetin e së drejtës, barazin dhe gjithë shka që do të kemi si ofertë në program, në qoftë se kam ndonjë shkak personal. Tani, në programin ton, gjuha duhet zgjidhur me kushtetut. Dhe minimumi që duhet bërë, sepse kjo kushtetut vjen po numrat, unë bëj thirrje çdo subjekti politik që të pranoj këtë realitet, ligji për gjuhën, natyrisht që duhet definicionin gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja, të zëvendësohet me gjuhë shqipe, sepse dihet sakt se kush janë
populli i cili janë të dytë për nga numri dhe që nuk janë pakicë dhe s'mund trajtohen si pakicë. Dhe dihet sa kush është kjo gjuhë. Maqedonia duhet të funksionojë mbi bazën e një shteti bilingual, në mënyrë që t'i zgjedhim njëherë për gjithmonë këto probleme të cilet i kemi brenda shoqërisë tonë. 2/3 nivo parlamentot, vladat e vetë pretpostavime kimo 65 glasa. Rregullohet edhe me ligj. Dhe ne kemi pas propozimin që me ligjin ekzistues të kalohet nga definicioni në gjuhë shqipe. Kjo bëhet vetëm me një nen të ligjit. Dhe ky nen i ligjit që e rregullon këtë duhet të jetë neni i parë i ligjit që e sollëm në 2017. Da, më Ustavен sud posle kje vigurne zakonot. Jo, po s'ka pse. Po pak je gleda me S'ka pse, sceni. ku do bazohet gjykata kushtetuesi që ta rrëzoj? Mund ta kontestoj. Zato što je takva definicija të Ustavot. Definicioni është i tillë në kushtetut, por nga ana tjetër është sakt, dihet në regjistrimin e fundit se kush ka qenë ky popull që është mbi 20%. Pastaj njerëzit gjithë qytetarët, faktorët politikë që kundërshtojnë këtë ide duhet ta kuptojnë një gjë. Si ndihen maqedonët kur bullgarët propozojnë që gjuha maqedone të ketë një fusnot? S'ndihen mirë, kuptohet. Dhe ne kundërshtojmë idenë ose deklarata të tipit që s'ka gjuhë tillë ose të tillë. Ne e kuptojmë të. Por pyetni veten, si ndihemi ne? Kur gjuha shqipe askush nuk i thuhet gjuhë shqipe, por gjuha që e flasin mbi 20% e tjera. Dhe që është e ndryshme nga ndonjë gjuhë tjetër. Ja slično nemam problemi, zboruame Po, za nešto što je pravna ramka i samo gdje pretpostavujeme potezite na institucijite. Unë flas institucijite. për opinionin. Tani ajo e drejt kushtetuese dhe kushtetuta duhet i përshtatet nevojave qytetarëve. Kërkush nuk ka pas drejt vendos definicion të këtillë në emrin tim si gjenerat në 2001. Mislim дека тука се разбираме јас и вие, но моето прашање беше ова. Ta përfundoj idenë, mos ngele për gjysmë, me një fjalë. Tani kjo gjenerat vlerëson që është ofenduese për ne. Dhe tendencat për të kriju diçka standard, gjuhë standarde të shtetit, janë tendenca të cilët kanë për qëllim krijimin e kombeve politike. Dhe kjo është fotografia e madhe. Dhe në këtë komb politik duhet shqiptarët gradualisht të asimilohen dhe të integrohen kuadër të gjuhës maqedone. Në qoftë se gjuha shqipe do të ishe pjesë e ndonjë dialekti slav, kjo mund ndodhte. Por duhet respektu ky realitet që kemi, nuk mund ndodhte. Sepse në qoftë se do të ndodhte ideja që të bëjmë shtetin komb, shtet nacional, një nacional, shqiptarët do të kishin vetëm dy zgjidhje. Një, të përvecojnë gjuhë maqedone dhe çndrohen në Maqedon musliman, dhe dytë migrojnë dhe shkojnë në shtetet e perëndimit. Fatkeqësisht kjo e dyta po ndodh çdo moment. Prandaj, këto janë tema të cilat VMRO dhe PMNE-ja, se aty është e pyetja, apo jo, mund të shfrytëzoj për qëllime politike, por gabon rënd. Në qoftë se don që unë jam i gatshëm të përballem në debat direkt në lidhje me këtë temë, pa asnjë problem. Pa dash që të paragjykohem nga kërkush. As pak. Në fundit, edhe Komisioni Venecias nuk mund të thirret në kartën për gjuhët e minoriteteve, kartën rajonale për gjuhën e minoriteteve, sepse ajo i referohet pakicave që janë poshtë 5%, shqiptarët nuk janë poshtë 5%. Duhet pasur parasysh që Shqipja është autoktone. Odgovorete na моето прашање. Со оглед на ставовите на ВМРО ДПМН, не само за законот за јазици, за преспанскиот договор, за договорот со Бугарија, кои што се директно поврзани со европската интеграција на оваа земја и законот за јазици. Ne jemi serioz si parti. Ne jemi konzistent si parti. Ne nuk e kemi votuar marrëveshjen e Prespës sepse donte LSDM-ja, dhe nuk do votojmë kundër një marrëveshje të tillë sepse don ndonjë tjetër. Sepse vlerësojmë që integrimi i vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian është prioritet i yni dhe i gjithë qytetarëve. Këto lojra dhe vokabulare politike që kanë për qëllim të mbledhin sa më tepër votues është çështja e atij politikani i cili i bën këto lojra. Dhe pastaj një ditë do të përballet me
програмин е Алиансës për Истото и Shqiptarët. за вашиот дел еве за јазикот што го зборувавте пред малку, некој може да го зборува, дека тоа го зборувате свесно за да добиете повеќе гласови. Добро, сега јас ви велам како може да биде интерпретацијата. По тани си мund ta perceptojnë në çështje tjetër, po mund ta pyetni kryeministin aktual kur ka thirrë për të parë që të bëj koalicion me mua, cila ka qenë përgjigjja ime. Значи ќе одите во Një gjë коалиција kam со përpunë ligj për përdorim të gjuhës. Dhe ky ka qenë edhe kushti, edhe brenda 100 ditëve kam thënë që patjetër duhet ky ligj. Ќе odite во коалиција со ВМРО по избори. Unë ju thash, mos mi nxirrni fjalët nga goja. Ne do të shkojmë në koalicion me atë subjekt politik i cili e pranon programin e Aleancës për Shqiptarët dhe pozicione komode as se kam dërmend t'i krijoj asnjë subjekti politik në blokun politik Македонец. Jam I qartë? Не сте ми јасен, затоа што знаете што ќе дојде ВМРО на масата со истите ставови за кои што јас сега ве прашувам. Во кампањата тие ќе велат, ако имаме 2/3 ќе го промениме Преспанскиот договор. Тоа што Бугарија го бара од нас е неприфатливо. Треба да го смениме законот за јазици во согласно со препораките на Венецијанската комисија. Edhe unë ju përgjigja. As nuk mund ta çoj mendjen dikush të vite unë dhe më kërkoj mua që ndryshoj ligjin për gjuhën. Dhe jemi përgjigjur në disa raste. Ligji për përdorimin e gjuhës veç mund psoj avancim, dhe nuk mund ketë kthim mbrapa. Така и Мицкоски ќе ви настапи. Ќе каже зошто вие барате од мене, јас да имам друг однос кон Преспанскиот договор или кон договорот со Бугарија. Atëherë derën do ta ketë mbyllur, Vasko. Добро, или неговата вам, или вие за него ќе затворите. Në qoftë se do merrnim ne mandat, ne do duhet të vrapojmë dyrve për të kërkuar partner koalicioni për të bërë shumicë. Po mandatin nuk do e marrim ne, se jemi të vetëdijshëm që s'do marrim 50 deputetë, apo. Por nga ana tjetër, ne ndryshojmë nga tjerët, nga politika shqiptare deri tani që vrapon mbas atij që merr mandatin për të bërë qeveri. S'kemi ndërmendje të vrapojmë pas atij që do të fitoj zgjedhjet, ta përfundoj idenë. A ne po do t'i fitojmë zgjedhjet e shqiptarët dhe dini ku do vrapojmë? Ta aktivizojmë tryezën e përbashkët partive politike parlamentare shqiptare. Për ndërtuar qëndrim, për ta bërë të realizueshëm programin politik dhe ta ndalim apatin që e nisën fillim të qytetarëve shqiptarë këtu në Македония. Се согласувате ли со оценките на генералниот секретар на вашата партија, господинот Таравари, дека СДСМ со Заев е ист, ако не и бетер од претходното ВМРО ДПМН? E di çfarë do të them në lidhje me këtë, unë shpesh e trajtoj këtë temë. Gabojnë shqiptarët në Maqedoni kur mundohen që të krahasojnë, sepse sot të situatë që flasin me shqiptarët krahasojnë. Thonë ishte më keq dhe fatkeqësisht keqeni e krahasojnë. E keqja është e keqja, është më e madhe, është më e vogël, është çështje tjetër. Do thonë ishte më keq kur ishte BDI-a me VMRO-n, apo është më keq tani që LSDM-ja është me BDI. Përgjigjja ime është njësoj. Sepse në 2016 shqiptarët nuk votuan për ndryshime që të presin që të jetë më keq ose më mirë. Dhe për shqiptarët do të jetë situata e tillë në varësi të subjektit politik që I fiton zgjedhjet që është pjesë e qeverisë. Dhe prandaj në 2020-ën, në 12 prill shqiptarët do votojnë ndryshe dhe nuk do jetë njësoj. Unë ju them që do të jetë më mirë, por atëherë do të kenë drejtën që të flasin a është më keq apo më mirë. Derisa nuk e ka ndru komponentin shqiptar që është qeveri, që nga 18 vite është pjesë e qeverisë, me pak ndërprerje, po gjithë pushtetin lokal ato e kishin edhe ato 18 muaj që ishte PDSH-ja, derisa nuk ndryshohet ky, nuk mund pretendosh që të ketë rezultate tjera. Me të njëjtën zgjidhje dhe rezultate tjera është jo logjikshëm, njësoj do të jetë derisa nuk ndryshon, BDI-ja nuk shkon në opozit. Пред 3 години може би да се кладевме, тешко кој ќе кажеше дека оваа земја еве сега ќе биде на прагот на членство во НАТО. Таа е на прагот на членство во НАТО. Можеме да дискутираме кои се причините вистински. Ти јапи медалја дикој тани, тоа е кени фјали. Не, ова го кажувам апропо затоа што ми го избегнавте одговорот, сакав пак да ве потсетам. Значи, вашиот генерален секретар вели дека СДСМ со Заев е полош од претходното ВМРО ДПМН.
Dali se soglasuate со таа теза? Ai ka bindjen e vet në lidhje dhe është mendimi i tij, po nuk pajtohem me këtë konstatim. Unë vlerësoj që vëmendja e shqiptarëve duhet të jetë tek partitë politike shqiptare. Nuk jemi ata që tregojmë se kush janë më të mirë ose më të këqij. Unë më tepër do të kisha thënë që në fundit shqiptarët votojnë për parti politike shqiptare. Ai ka drejt, ndoshta e keni nxjerrë nga konteksti. Për shembull, se këtë e kam dëgjuar që e kam thënë. Unë kam qenë kryetar komune në kohën kur VMRO DPMN-ja ishte në fuqi. Oponent e tyre, e gjithë pushtetit dhe e BDI-s. Ndërkohë që sot Arben Taravari është kryetar komune, ndërkohë që LSDM-ja është në qeveri. Ka shumicën dhe ka kryeministrin. Rezultati i qeverisjes tim në komunën e Strugës, VMRO-ja më ka marrë brenda 3 viteve sa kam qenë kryetar komune, unë parafërsisht 3 milion euro me forcë nga buxheti i Strugës. Bashkë me BDI, jo veç VMRO-ja, dhe BDI-ja ka qenë brenda, apo jo. Dhe këto para i merrte për një investim dhe kredi që ishte marrë që ishte bën komunën e Orit, eksploatim që kjo, apo. Po kur zguxojt mi marrë kompetencat në arsim? Kur zguxoj? I gjë tillë. E tani Zoran Zaevi me presion BDI-s apo nga dëshira e tij dhe LSDM-ja ja merr radhazi çdo vit kompetencat në arsim Arben Taravarit. Dhe kur e krahason këtë gjë, ai ndoshta ka një fije të drejtë. Por unë nuk mendoj që më mirë ka qenë ai regjim, sepse edhe është gabim të drejtohet pyetja mua në lidhje me ata, sepse kam sakrifikuar që ta ndroj atë regjim. Dhe kush mendon që është më mirë, që ka qenë më i mirë, ajo VMRO, gabon rënd. Значи, оценката на Таравари е личен однос кон Зоран Заев и е Që ka të bëj me zhvillimet në pushtetin lokal. Dhe në i farë drejt e kaj, sepse ti ndihmojsh dikënd që të vishet me pushtet, që të marrë bëhet kryeministër dhe këtë vlada im zema nadležnosti на други градоначалници. Jo, s'është e vërtetë. Dhe ti të bësh çmos. Не, вие на Йово Куманово ги зема на Димитриевски. S'ka problem, e diskutojmë edhe atë. Dhe ti të bësh çmos që këtë pushtet që e ke marrë nga Aleanca për shqiptarët, për ta goditur në çdo hap Aleancën për shqiptarët, kjo është paftyrësi e paparë. Dhe unë nuk mund të them që ai nuk e ka një falloj drejtë. Por e keqja është e keqe dhe nuk duhet krahasuar. Gabimi është gabim dhe unë them nuk duhet krahasuar. Ndërsa lojrat që pas ka marrë një kompetencat, një çerdhe, veç për të thënë që ja, po kemi marrë në kompetenca, është absurde. Aq më tepër që kur ja merr kompetencat një komune që është i njëjtës partisë që qeverisë, është vetëm lojë se në fundit a e dini ju pse merren kompetencat mësimore? Pse BDI-ja e frikson? Zato što Taravari nezakonski menua direktori në училище. Unë kam gjithë dosjet, kam përgatit që të bëj pyetje deputeti direkt në sy ministrit dhe nuk merren kompetencë. Dhe asnjë të drejtë nuk ka. Arsyetimi është sepse nuk ka të mbaruar drejtorët ushtruese detyres që janë zgjedhur, nuk kanë mbaruar, nuk e kanë këtë provimin për menaxherial, për të bërë drejtor. Në ndërkohë që ligji thot, pasi zgjidhesh ke kohë 16 ditë që ta marrësh këtë provim. S'kan qenë 16 ditë drejtorët e emëruar nga Arben Taravari në mënyrë që ti të marrish të drejtën, të marrish kompetencët. Kishte një rast kur vete ka shkarkuar një drejtor, ministri i arsimit. Dhe kryetari i komunës ka vepruar mbas asaj cilë ka vepruar ministri i arsimit dhe përsëri i merren kompetencat. Jo, Vasko, i merren vetëm një qëllim, që të mbajnë kontrollin në shkolla, duke pas parasysh se vendi ku ka më tepër punësime, një komunë janë shkollat, janë arsimtarët, dhe për të vazhduar t'i friksojnë ato arsimtarë që t'i mbajnë si votues. Këtu është ideja dhe kjo duhet thënë zëshëm. Dhe këtë e bën sot LSDM-ja, që BDI-ja e ka bërë çdo herë. Po këto thënë jemi ndryshë. Trego që jemi ndryshë. Колко пъти сте се сретнали с Зоран Заев? Nuk është që të mund t'i numroj tani, po besoj... Jo, tani nuk jam takuar, po ndoshta një herë ose 2 herë, në varësi referendumi, kur ka qenë ndryshimet kushtetuese që ka qenë publike. A so Mickoski? Nuk jam takuar asnjëherë. Въобще не сте се сретнали? Tani në qoftë se merret parasysh në ndeje në ambasadë që vjen dikush ta jep dorën, s'po e llogarisë që А имате на некое друго ниво партиите? Имате контакти со СДСМ, со vlerësoj që se kemi të nevojshme. Kontaktet të cilët ne na duhet të ruhet distanca dhe korrektesa,
kontaktet që ne na duhen me votuesit që pretendojmë që të marrim votën. Dhe s'kemi pse bëjmë kontakte se si jemi të interesuar as tym në qeveri dhe as bëhemi pjesë e ndonjë koalicioni parazgjedhor ndash me njërin, ndash me tjetrën. Ne jemi të interesuar që të fitojmë zgjedhjet, si të fitojmë zgjedhjet do të kemi kontakte me gjithë secilin për të folë, në qoftë se vinë trokasin derën tonë. 27 декември сме, може да се обидете да го прогнозирате исходот од изборите во смисла на мандати. На претходните избори албанците освоија 20 мандати. Добро, дел од гласовите отидоа кај СДСМ, веројатно ќе беа повеќе ако не одеа таму, чисто албански да речеме, иако има албанци и на листата на СДСМ. Колку ќе освоите вие? Po pyetni ndonjë analist për këtë punë dhe ato që merren me sondazhe. Tani si na pyet, sa do t'i marrim ne vetë në listë, në koalicion, në trepalësh, apo në koalicion vetëm një parti, e tjerë. И па еве ако ги имате сите анализи, кажете ни. Natyrisht që koalicioni trepalësh garanton minimumi 15 deputet. Това са најдобрите денови на Дуј. Po, pse jo. Në qoftë se shkojmë vetëm me një subjekt politik bëhet koalicioni, atëherë nuk bimi poshtë 13-s. Sepse është edhe efekti sinergjik I cili rrit votën. Në qoftë se shkojmë vetë, atëherë ne dalim dhe fitojmë në blokun politik shqiptar. Со колку ќе победите? Со 10? Ndërmjet 9 dhe 10. Ndërsa BDI-ja nuk I merr më tepër se 7. Analizat tonë. Добро. Me që më pyte. Добро, ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Еве ова може да го емитуваме на 13 април, па да видиме колку сме биле прецизни. Patjetër, prandaj dalim dhe japim deklarata dhe në qoftë se I qelloj, atëherë do duhet gjithë këto shtëpitë anketuese t'i mbyllim. Dhe unë nuk do të bëj anketa më për vete, por nga ana tjetër natyrisht dhe jemi edhe në qeveri, me ligj do t'i ndalim që të publikohen anketa paktën 16 ditë përpara zgjedhjeve. Dhe ato shtëpi anketuese që kanë gabuar më tepër se 5% ose më tepër gabimet janë mëdha, duhet të ndalohet që të bëjnë anketa. Благодарам уште еднаш, ви посакувам среќна нова година, ќе се гледаме сигурно следните недели и месеци повторно пред изборите. Faleminderit dhe ju, gëzuar gjithashtu për ju vitin e ri dhe për gjithë qytetarët të cilët na ndjekin. Faleminderit. Бидете на Алсат, по паузата е саботажот. Музичкиот перформанс со кој беше отворена конвенцијата на ВМРО ДПМН представува традиционален приод на оваа па и на секоја друга партија, која се обидува да гради култ од личноста на својот лидер. На почетокот од овој спектакуларен настан денеска ја слушнавте песната Hero. На Македонија и треба херој. Но ако некој помислил дека јас се самопрогласи за херој, тогаш греши. Но хероизмот не е тоа што е антологиско, туку сознанието кое е предизвик за сеизмиката на цврстата идеолошка, демохристијанска и конзервативна традиција која долго се негува. Веројатно ненамерно, но емотивноста на носечката песна беше преточувана низ лирски поетски ноти, кои доминираа како интерпретација на ова инаку химна на маргинализирана група во општеството, чии најжестоки противници беа принудени да ја ракопрескаат. Тоа се гледа во стисокот на вашата рака, во отворените очи кога се поздравувате од воздишките, од преградката која кажува дека сега дојде денот, отчука часот и време за дејствување. Од друга страна, ваквиот пресврт со задоволство е дочекан од спротивниот табор, кој со честни исклучоци целосно стои зад потребата од нивна потполна интеграција во општеството, со тврдење дека признанието за состојбата ќе помогне за остварување на уште едно од ветувањата
за живот за сите. Немаме никакви предрасуди. No more secret. Нема тајни, се знае во држава. И не само тоа, туку исплашени дека може да им чепнат од загарантираниот квантум гласови кој очигледно не е занемрлив. Тие се нудат да се стават на секаква позиција, да бидат во положба која најмногу ќе им одговара на тие што тоа го бараат. Не шпицен, реков и лево и десно крило. Какво крило сака такво, сака шпиц. Што сака тоа ќе играм. Немам проблеми никакви. Може би затоа и веќе почнуваат да се појавуваат проблеми со утврдувањето на родот. Тој тешко ќе биде одредуван кога ќе треба да се декларираат деловите на композицијата и особено кога тоа ќе треба да се стори со локомотивата. Во друг воз пак недостасуваат 2 подвижни прозорци во управувачницата и по 2 подвижни прозорци во гарнитурата. И на крајот, кога се поставува прашањето, кој се треба да се задоволи? Да седнам на златен рудник во Куманово, значи веројатно до сега тоа ќе го направим, но за жал не седам на златен рудник, туку седам на едно буре кое што е избушено од сите страни и треба да го крпиме. Крпењето, турањето шпицен чиви и ставањето херојски тапи веќе не минува. Дури да е вистинско во такви услови, кога тече од сите страни, ќе оксидира и ќе потене. Затоа полирањето не врши работа, туку само длабок коп и добро дупчење, со кое конечно ќе се погоди златната жичка. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Ова е последно наше издание во оваа година. Ќе се видиме повторно на 13. јануари. Среќна нова година и се најдобро. Пријатно.